Qeveria në Hong Kong raportoi se pas gati 48 orë punë të palodhur, zjarri që përfshiu një prej rezidencave të banimit arriti të shuhet fal punës së zjarfikësve. Zjarri shkatërroi 8 ndërtesa shumë katëshe dhe ende nuk ka një shifër të saktë rreth personave të humbur, ndërsa numri i viktimave është rritur, po ashtu edhe i të plagosurve. Shkaku i zjarrit ende nuk është përcaktuar, edhe pse 3 punonjës të kompanisë ndërtimit u arrestuan me dyshime, edhe pse të paqëllimshme. Zjarri përfshiu ditën e mërkur, ndërtesa shumë katëshe në Hong Kong dhe siç e përshkruajnë mediat ndërkombëtare, është nga më shkatërruesit prej dekadash, ndërkohë që skelat e bambus, të cilat morën flak, ishin ngritur rreth blloqeve të apartamenteve për rinovimet të ndërtesave, të cilat datojnë që prej vitit 1980. Skelat e bambus janë një tipar i zakonshëm në projektet e ndërtimit dhe rinovimit në Hong Kong. Edhe pse qeveria atje një vit më parë ka këshilluar heqjen e tyre gradualisht nga projektet publike për arsye sigurie dhe tashmë pas rënies së zjarrit, qeveria e rajonit administrativ ka njoftuar se do të përdoren skela çeliku.